Benita vendos të flas hapur për ndjenjat e saj dhe, gjatë një bisede të qetë, I shpreh pëlqimin Klodit pa hezitim. Ajo tregon se me kalimin e ditëve ka filluar ta shohë ndryshe dhe se diçka tek Klodi e ka prekur thellë. Me fjalë të sinqerta, Benita thot se Klodi ja ka marrë zemrën dhe se prania e tij e bën të ndihet mirë, e qetë dhe e lumtur brenda shtëpisë. Ajo shpjegon se nuk është vetëm çështje pamje apo momentesh të bukura, por mënyra si Klodi sillet, si flet dhe si e bën të qesh. Benita pranon se ka shumë qejf Klodin dhe se kjo ndjenjë I ka lindur natyrshëm, pa e menduar shumë. Sipas saj, Klodi ka një energji pozitive që e tërheq dhe e bën të ndihet e veçantë. Edhe në ditët kur tensionet në shtëpi janë të larta, gjatë rrëfimit të saj, Benita duket e emocionuar, por edhe e qetë me atë që po tholl. Ajo thekson se nuk ka frikë t'i shprehë ndjenjat, sepse për të sinqeriteti është shumë I rëndësishëm. Ajo shton se Klodi ka arritur t'i fitojë besimin dhe respektin, gjë që për të vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Çdo moment I kaluar me të, qoftë duke biseduar, duke qeshur apo duke kërcyer, e ka bërë ta pëlqej edhe më shumë. Benita pranon se ndjenja që ka për Klodin nuk është e lehtë dhe as e zakonshme për të, por është diçka që e ndjen fort. Ajo thot se zemra e saj ka reaguar para mendjes dhe se kjo e bën gjithçka edhe më të vërtetë. Sipas saj, Klodi ka një mënyrë të veçantë për t'u futur në zemrën e njerëzve dhe ajo është një prej tyre. Ndërsa flet, Benita thekson se nuk di çfarë do të ndodhë më pas, por di një gjë të sigurt. Pëlqimi që ka për Klodin është I sinqertë dhe I fortë. Ajo e mbyll rrëfimin duke thënë se ka shumë qejf Klodin dhe se, pa e kuptuar, ai ka zënë një vend të rëndësishëm në zemrën e saj. Ky moment I hapur dhe emocional e bën situatën edhe më interesante dhe lë shumë hapësirë për zhvillime të reja mes tyre brenda shtëpisë.